Mirëmëngjes ose përshëndetje, nuk e di çfarë është për ju në këtë momente, por që për mua është mëngjes. S'ka pak që jam zgjuar, po konsumoj kafen time të mëngjesit dhe së bashku do të bëjmë një skincare routine sot në mëngjes. Edhe prezantohemi pak. Pse jo? Unë gjithmonë kam parë vajzat që bënin vlogun e tyre në për YouTube or social media. Edhe e kam adhuruar, më pëlqen shumë. Por, duke qenë se gjithmonë isha në punë, asnjëherë nuk kisha mundësi që të ndaja të paktën një ditë timen me ju në internet. Kështu që tani që unë kam marrë pushimet e mia, se normal, një përpush po vjen jetë, edhe jam në muajt e mi të pushimeve. Shpresoj që do bëj sa më shumë video dhe do t'rregoj sa më shumë për jetesën këtu në Londër, për ditët e mia, si të mira dhe të këqija, për hapa që po ndodhin gjatë shtatzanisë, si të shkoj. O Zot, jam shumë emocionuar, zakonisht jam njeri që nuk ngecem, flas goxha. Jam e gojës boll, por që nga e vështirë të flasësh me kamerën përpara dhe mos të kesh asnjë lloj ideje se çfarë po thuaja. Kjo jam unë në këto momente. Gjithsesi, besoj se pas rutinës time të skincare do t'ju marr në një ditë timen, sot është diel. Dhe si shqiptar që jemi të dielën ose dalim ose bëjmë pazarit të shtëpisë. Kështu që faktikisht në Angli sot është koha shumë e mirë, është diell shumë ngrohtë. Besoj që do dal, sepse e kam shumë të vështirë me gjithë të vap, por që do bëjmë pazaret e sotme. Kështu që stay tuned. Atëherë, të flasim pak për mua. Unë kur isha në Shqipëri, jam nga Tirana, nuk e di në qoftë se e kam thënë. Tiranëse, kështu e themi ne, nga Tirana. Kam mbaruar universitetin tek bujqësori për menaxhim veterinar. Në kohën që më bëja shkollën, punoja edhe si, nuk është se kisha të nevojshme, thjesht e kisha pasion, më së shumti. Punoja si nail artist tek një salon, të më thënë tek tesja ime, më së miri, më saktë. Edhe teksa bëja thonjt, gjithmonë kam pas pasionin e make-upit. Gjë që kur isha aty e kam ushtruar goxha, e adhuroja, si fakt, kur shija ndryshimet tek klientët që tesja ime bënte dhe fillova t'i futem edhe unë asaj fushë. Për pak kohë normalisht, sepse pasi mbarova universitetin, erdha në Angli tek familja, tek vllai im, babai, mami. Ne jemi një familje vockël,
2 fëmijë dhe prindrit, gjithmonë kemi qenë pak, por që avash po shtohemi dhe po bëhemi një familje goxha e madhe. Kështu që sot sa e bardha që dola. Zakonisht jam e bardhë, kështu që nuk ka asnjë lloj ndryshimi. Kjo dhe kjo janë një lloj me lëkurën time të qafës, thjesht do ta ngroj pak edhe asgjë tjetër më shumë. Pastaj, kur kam ardhur këtu në Angli, më është dashur të punoj disa punë të ndryshme, jo shumë. Nuk është se kam ndryshuar shumë punë, të them të drejtën. Puna ime e parë ka qenë në një McDonald's. Normalisht ishte puna që më gjatë për momentin. Ishte një punë goxha e rëndë e urreja. Por që fillova të marr dorën, të bëm goxha vajzë e rëndësishme, në momentin që më fillova të marr dorën mirë, vazhdova dhe një punë të dytë. Që më mjaftonte ajo e para e fortë, vendosa të punoj një punë të dytë, ku ishte punë hoteli, të pastroja dhomat bashkë me mamën time. Mami ndërkohë punonte në atë punë. Unë e fillova, nuk e di ç'më tha mendja. I kam mbajtur 2 punë për 4 ose 5 muaj. Të marrjetës. Ndërkohë që unë bëja closing shift, shift e mbyllje në McDonald's, filloja nga ora 6 deri në 3 të mëngjesit. Vjem në shtëpi, fleja pak, do zgjoja për të kapur punën tjetër në 7 ose në 8, varet se kur I kisha oraret. Këtë budallike kam bërë për gati 4 muaj ose 5 muaj. Pastaj lash të dyja. Normal, të dyja ishin për në nuk ja vlente. Dhe u mora me customer assistant job. Okej, kjo nuk ishte shumë e vështirë në fakt. Ishte punë e bukur, më pëlqente, por që ndoshta nuk isha në vendin e duhur. Punova për disa muaj edhe këtu, për 6 muaj, dhe e lash, bye bye. Tash më punoj në të njëjtin sektor, si customer assistant, thjesht në një kompani tjetër ku jam goxha e kënaqur. Pra gjatë kësaj kohe, jetesë që unë kisha në Angli, një ditë të bukur, me pushime, shkoj në Shqipëri, bashkë me vllajtin, edhe njeriu në zemrës. Unë normalisht jam e martuar nga 2 vite, prej 2 vitesh tashmë. Edhe mos e lumtur. Okej, ndoshta mos u ndiva shumë. Unë ndiva shumë. Sotim. S'ka problem, në nxim dhe anën tjetër të shisë, pa puno. Kam shumë të sikletshme të flas, por që mundohem ti mbaj mend se çfarë do të them. Kjo bronzing powder I Charlotte Tilbury është. Ka dorë në rënd me motor. Shumë I rënd.
Në nëziu fare. S'ka problem. Ne do merrem me vesh. E ureja blashin dikur tash, e adhurej blashin. Por që blash edhe brëndër. Ndryshe, nuk më pëlqen vetëm blashi. Unë si gjithmonë, kur jam me emocionuar, ose kaloj nga një muhabet në tjetër, që do e vi njëre e besoj, që po flisja ku po flas tashi, dhe s'ka problem. Gjëra që ndodhin janë. Se shkash kitë. Vetullave nuk është që bënaj këshëti. I krehiher. I kam bas bërë para shumë vitesh microblading të Claudia. Dhe problemi im i vetullës është që këtu nuk kam vetull. Dhe këndi s'kam. Ka qenë me racion në ty, i themin, e? Ka dhonë me racion të mëdh? Por jo, it's fine. We going to fix it. Prandaj në shpi klapsat. That's it. Ka që bëjmë të vetulla. Qërpikët pastaj, thjesht i bëjnë këtë mënyrë. Ta mbërë dhe hapën e fundit, të bëjmë i gati dhe qemi për më vonë. Do t'ju tregoj një lip commotion në vëgjëthon. Dhe me thëmë, për t'i shmëria ime. Gati. Kur dalë normal. Sepse është do ditë i livosët në shpi. S'kom nërve. Andi mund të më gjerë gjysmën në kohës në pijame. A që përtoj më njëherë. Kam që njëri shumë aktiv. Por që në kohën e shtatëzanis, bebi më ka bërë shumë bërtate. Kur të thënë shumë aktiv punoja 10 orë në punë. Unë të mbaja edhe më shumë, shkoja edhe në palestrën e darkës, deri në 12 natës. Edhe, pastaj, vija në shtëpi. Kjo është shumë. Bravo, Meg. Nuk lyesh në herë pa u zhgryke për Meli. Bo të duash që shtona dhe gloss, por që pëlqej matë. Që jo. Kam mësuar të bëj frapet e mia më të preferuara. Pa kafeinë. Se bebis në pranon kafeinën anymore. Okay, vazhdojmë. Po shrigatoni. Kjo ka tjetër? Cheese board. Ta? Kjo është mascarpone në të mëti.
Apo... Puna këtu Banespa. Banespa, ta marrë me nesën? Servisa kam provu, ke provu ti? Apo merë për deshi galik. Galik roasted galik. Ku punon, i di mirë të sekretet. Opa, anadrë. Që si kam qef? Ftes për Coca-Cola, që që? Jetë e mollë. Hajde. Sa më ndonë se janë? 150. 150, më mendoj se janë diku ke 160. 160 më shumë. Pazari u bë. Normalisht që nuk filmoja dot se si të diel sot ka shumë njerëz, kështu që bye.